do të ketë ndikime në ngritjen e çmimeve. 10 cente kanë rritë bukën. Nga një herë, çmimet nuk ngriten në njëjtën masë se sa koston që ngriten, po janë ato çmimet psikologjike që konsiderojnë që janë të plota. Le të supozojmë nëse buka është shit për 50 cent, edhe ngritja e çmimeve ka afektuar që çmimi i bukës ngritet në 54 cent, mirë po prodhuesit e furrat e fabrika e prodhimit të bukës nuk e ngrit në 54, por e bën plot në 55 cent ose me 60 cent. Por pra në prill të këtij viti, ZRE-ja e ka miratuar themi një rritje prej 16.1% të çmimit të energjisë elektrike, një rritje lineare pra për të gjithë konsumatorët. A e keni vërejt pra pas këtij vendimi ose para këtij vendimi, a ka pas shtrëngtim pra të produkteve në Kosovë, pra dhe si ka ndiku kjo në shportën e konsumatorit? Dhe pra dhe një pyetje tjetër, a keni bën ndonjë parashikim pra se sa mund të shtrejtohen pra produktet? Agjencia Statistike e Kosovës nuk bën ndonjë projekcion ose parashikime se sa do të ngriten çmimet, metodologjikisht ne përcjellim apo monitorojmë ngritjen reale. Po, na kemi përcjell informacionet nga mediat që do të vendimi i ZRE-s për ngritjen e çmimeve, mirë po vendim që ka hyrë në fuqi në fund të muajit prill apo nga 1 maj i këtij viti. Ne presim që do të ketë ndikime në ngritjen e çmimeve. Tash muajin maj që veç ka përfunduar procesi mbledhjes së çmimeve, dikun ka me pas efektet e veta. Dhe këto ngritje nuk kanë me qenë barabarta me 16% se sa është ngrit çmimi i energjisë elektrike, po kanë me qenë të afektuar në çdo produkt atje ku kanë pjesëmarrje në strukturën apo në kostën e atij produktit. Ska kur farë ndryshimi tjetër. A e kanë marrë nëse vendimin që... Po, se për shkakun edhe ka pasur raportime po të fura tjera, domethënë që prej 50 cent është bën në 60 cent. Para më ndër 60 u konë për krejt tjera, veç këtu u konë 50. Për shembull 10 cent kanë rritë bukën, nuk konë për shembull në çmim. Po ti smunësh me konë, ti me pos 50, ti me pos 60. E milli, që qëndron milli? Milli nuk ka lëvizje për momentin. Po të tjera të Okej.